Gjykata e posaçme la në burg sot Ergys Agasin, i cilësuar ndryshe si koordinatori i krimit. Gjykata e posaçme caktoi më herët në mungesë ndaj Agasit masën në arrest me burg. Seanca e sotme gjyqësore u ndërprer përkohësisht pasi avokati i tij Max Haxhia kërkoi kohë për të njohur me aktet e dosjes. Pas rifillimit të saj, gjykata vendosi të lindte në fuqi masën e sigurisë arrest me burg. Ndërkohë, në përfundim të seancës gjyqësore, avokati i tij Max Haxhia dha detaje mbi atë që ka ndodhur sot në gjykatën e posaçme. Sipas Haxhis, një nga zhvillimet e seancës lidhet me akuzën për heqjen e paligjshme të lirisë. Avokati pretendon se analiza e provave të administruara dhe vendimeve të prokurorisë çoi në heqjen e kësaj akuze ndaj klientit të tij. Mbrojtja bën me dije ndërkohë se ndaj Agasit është paraqitur akuza për korrupsion pasiv. Haxhia kundërshtoi bazën provuese të kësaj akuze dhe pretendoi se materiali i paraqitur deri tani nuk e mbështet atë. Haxhia tregoi gjithashtu se Ergys Agasi foli sot në seancën gjyqësore përpara gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe përqendroi qëndrimin e tij te dyshimet për tenderët dhe grupin kriminal. Ai tha se klienti i tij theksoi sot në seancë gjyqësore se nuk ka pasur asnjë përfitim nëpërmjet tenderimit dhe nuk ka qenë pjesë e grupeve kriminale në presione të ndryshme. E po ashtu, as ka qenë kurrë pjesëmarrës në tender. Ergys Agasi kërkoi që prej dhjetorit 2025, gjatë operacionit të 16 dhjetorit, agjentët e Byros Kombëtare të Hetimit dhe policia ushtruan kontrolle në ambiente të lidhura me të, por nuk e gjetën. Prej atij momenti ai qëndroi në Arati për rreth 8 muaj. Policia e lokalizoi këtë javë në Elbasan, ku dyshohet se kishte qëndruar gjatë periudhës së Aratis. Në operacion u angazhuan BKH, FNSH dhe shqiponjat. Forcat e policisë ndoqën automjetin me cilin Agasi udhëtonte nga Elbasani drejt Durrësit dhe ndërhyn në zonën e Plepave. Agasi udhëtonte në automjet së bashku me ish-zyrtarin e policisë Ulian Shpataraku. Edhe Shpataraku ishte shpallur në kërkim pasi disa javë më parë kishte kërcënuar me jetë punonjësit e një hoteli në jug të vendit. Policia e arrestoi atë edhe në ndyshimin për përkrahje të autorit të krimit, duke kapur në flagrancë për shkak të shoqërimit të Agasit gjatë kohës kur ky fundit kërkohej nga autoritetet.